Përshëndetje të dashur miq dhe mikesha dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi përgatitur bagel me brumë të fermentuar, një recetë shumë e thjeshtë dhe shumë e pëlqyeshme, sidomos nga fëmijët. Për këtë recetë do na duhet 150 ose 180 gram brumë i fermentuar aktiv. Për përgatitjen e kësaj recete, radha e punës ka shumë rëndësi. Fillimisht, tek brumi do shtojmë ujin e vakët, vajin e ullirit, do ta trazojmë mirë dhe më pas shtojmë mielin. Për 6 copë bagel kemi përdorur rreth 500 gram miell. Ngjeshim brumin. Brumi nuk është nevoja që të ngjishet shumë, thjesht ta mbledhim bashkë dhe do ta lëm të pushojë të mbuluar për gjysmë ore. Pas gjysmë ore, tek brumi do shtojmë rreth 7 gram krip dhe do bëjmë palosjen e parë. Duhet kemi parasysh që kur bëjmë gatime me brumë të fermentuar, palosja është shumë e rëndësishme. Sa më shumë ta palosim, aq më mirë është. Unë zakonisht i bëj 2 ose 3 palosje, po kjo varet nga lloji i gatimit që do bëj atë ditë me brumin e fermentuar dhe më pas e lë që të vi për 5 deri në 7 orë. Ja dhe brumi ka ardhur për bukuri, siç e shikoni dhe në video, do ta hedhim me kujdes në një sipërfaqe të pudrosur me miell dhe do ta hapim nga të gjitha anët sa më shumë që të mundemi. I bëjmë një palosje të tillë duke treguar kujdes që të ruajmë sa më shumë thuska ajri në brumë dhe do ta ndajmë në pjesë të barabarta. Çdo pjesë të ndarë do ta palosim dhe do ta rrumullakosim në këtë mënyrë. Dhe më pas do t'i lëm të pushojnë të mbuluara të paktën gjysmë ore para se të fillojmë dhe të formojmë bagel. Me ndihmën e gishtit të madh të dorës që e kemi pudrosur pak me miell, do hapim një vrim në mes të brumit dhe do ta zgjerojmë atë me ndihmën e gishtave sa më shumë që të mundemi. Në kohën që përgatisim bagels, kemi vendosur një enë me ujë. Uji duhet jetë i nxehtë, por jo të valoj, dhe bagels do t'i vendosim në ujë të nxehtë për jo më shumë se 30 sekonda, duke i kthyer nga të dyja anët. I nxjerrim me kujdes që brumi mos të prishet dhe mundohemi që të kullojmë ujin e tepërt. E bëjmë këtë veprim me të gjitha bagels dhe më pas i vendosim në tavë. Do t'i lyejmë përsipër me të verdhë dheze dhe do vendosim farat tona më të preferuara. Në këtë rast kemi vënë fara susami, fara lule dielli, fara kungulli dhe fara lulkuqe. Varet çfarë ju ndodhet juve në shtëpitë tuaja. Duhet kemi parasysh që furra të jetë e ngrohur të paktën 5 deri në 7 minuta para se t'i vëmë për të pjekur. Do t'i pjekim në 200 gradë për 45 ose 50 minuta, duke i kontrolluar dhe duke u siguruar që janë pjekur mirë nga të dyja anët. I nxjerrim nga furra, i lëm që të pushojnë derisa të ftohen plotësisht para se t'i presim, dhe këto janë bagel që i kemi përgatitur me brumë të fermentuar me një shije dhe aromë fantastike. Duhet t'i provoni që ta besoni. Nëse jeni përdorues të rregullt të brumit të fermentuar, këtë recetë duhet ta provoni me patjetër, por edhe nëse nuk keni brumë të fermentuar, këtë recetë shumë mirë mund ta bëni dhe me maja. Por brumi i fermentuar është ai që ju jep shije dhe aromë të veçantë. Ju përshëndes dhe uroj gjithë të mirat.